Horoskopi ditor e diel 16 mars 2025. Dashi, nëse nuk doni që debatet dhe mosmarrëveshjet të bëhen pjesë e jetës suaj, mundohuni të tregoni sa më bashkëpunues dhe të kuptueshëm me partnerin tuaj. Beqarët do jenë të pandalur, derisa ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Për planin financiar do fillojë një periudhë mjaft delikate, prandaj duhet ta ndufishoni maturinë dhe përkujdesjen. Demi, ditë goxha trazuar kjo e sotmja edhe për ju. Marsi do ju bëjë më kokfort dhe nuk do pranoni të hapni rrugë. Kujdes, sepse po vazhdohet kështu, do shkatroni lidhjen që keni ndërtuar. Beqarët do keni një ditë më intensive dhe të mbushur me surpriza. Në planin financiar, do keni fat dhe do mund të bëni investimet e nevojshme. Pinjakët, jeta në çift do jetë gjatë gjithë kohës e mbrojtur nga yjet sot. Do kaloni momente të ngrohta me të dhe nuk do dëshironi të qëndroni për asnjë çast vetëm. Beqarët që presin me padurim ndryshime, sot do ndihen për mrekulli. Erdhi më në fund edhe dita e tyre. Në planin financiar, duhet të kujdeseni shumë në mënyrë që ekuilibri të mos ketë asnjë tronditje. Nga porja, pasioni do shtohet edhe më tepër gjatë kësaj dite dhe momentet që do kaloni me partnerin do jenë të zjarrta. Në këtë mënyrë do i harroni edhe disa debate që keni pasur dikur. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme. Bëni edhe pak durim për të krijuar lidhjen e dëshiruar. Në planin financiar nuk duhet të dëgjoni këshillat e miqve, sepse mund të keni probleme. Luani, ju do mundësoni një ditë shumë të bukur sot. Që në orët e para do i sqaroni me qetësi mosmarrëveshjet dhe më pas do filloni një etapë të re, akoma më të bukur se kjo që keni kaluar deri më sot. Beqarët nuk duhet të ndorrojnë më shumë se sa duhet, sepse dëshirat nuk do ju plotësohen. Financat nuk do jenë në gjendje më të mirë të mundshme. Kujdes. Virgjëresha, të do jenë planetët kryesorë që do bëjnë jetën tuaj edhe më harmonike se sa ka qenë. Do ndjeni mjaft mirë pranë partnerit dhe do dëshironi të qëndroni gjithkohës në krahët e tij. Beqarët do kenë një pafundësi takimesh, por ende nuk do realizohet ai që ata kanë ndërruar. Në planin financiar mund të përballeni me disa probleme të vogla. Peshorja, do jeni më të hapur dhe më të disponueshëm ndaj partnerit tuaj gjatë kësaj dite. Marrëdhënia në çift nuk do ketë asgjë për çfarë të shqetësoni. Beqarët do kenë një ditë aq të mbushur me angazhime, saqë nuk do kenë kohë të mendojnë për jetën sentimentale. Në planin financiar, do bëni shmosje të stabilizoni sa më parë situatën. Akrepi, tregoni sa më të matur sot përkundër partnerit tuaj, sepse ai nuk do të jetë me humor dhe nga momenti në moment mund të lindin debate të fuqishme. Beqarët do përjetojnë ndjesi të mrekullueshme pranë disa personave që sapo i kanë njohur. Në planin financiar do merrni një shumë të madhe parash nga një afërm dhe kjo do ju ndihmojë ta stabilizoni situatën. Shigjetari, nëse jeni në një lidhje, dita e sotme nuk do të jetë ashtu si kishit menduar. Do kritikoni gjatë gjithë kohës njëri tjetrin dhe do debatoni shpesh. As beqarët nuk do jenë në gjendje më të mirë shpirtërore për të filluar histori dashurie. Prisni edhe pak. Në planin financiar nuk priten vështirësi të mëdha. Megjithatë rekomandohet kujdes me shpenzimet.
Britsjapi. Do t'i kushtoni më tepër kohë dhe vëmendje sot personit që keni në krah, sepse po e lat pas dore, dikush tjetër do u rrëmbej shpejt. Beqarët do përjetojnë emocione pafund, fal takimeve impresionuese që do kenë. Gjithçka do ndryshojë për ta. Financat nuk do jenë të qëndrueshme për të gjithë personat, kështu që kujdes me shpenzimet e pamenduara. Ujori. Mos u përqendroni tek disa tëmeta shumë të vogla të partnerit tuaj, sepse askush nuk është perfekt. Shihni më mirë gjërat thelbësore, të cilat kanë më shumë rëndësi. Beqarët nuk duhet të abuzojnë me joshjen dhe flirtimet, sepse do i bëjnë më shumë dëm vetes se sa do përfitojnë. Në planin financiar, situata do jetë më e stabilizuar se më përpara. Peshqit. Ata që kanë një lidhje do tregohen shumë kërkues dhe posesiv me personin që ka në krah. Kjo do krijojë shumë probleme dhe debate të zjarrta. Ndryshoni sjellje pa qenë vonë. Beqarët do kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare. Situata financiare do fillojë të përmirësohet nëse ju i menaxhoni me maturitë të ardhurat që keni dhe ulni shpenzimet.